Deputeti demokrat Lefter Gështenja ka propozuar në parlament ndryshime në kodin e punës duke u ardhur në ndihmë besimtarëve musliman. Ndryshe nga politikanët e tjerë që dikush tallet me ezanin e dikush me praktikat islame, por kur vjen puna te votat të gjithë rreshtohen për t'i bërë për vete muslimanët, dikush me iftare e dikush duke u maskuar pas ndihmave humanitare, Lefter Gështenja në Kuvendin e Shqipërisë propozoi diçka konkrete: lejimin e muslimanëve për të praktikuar besimin e tyre në vendet e punës dhe krijimin e mundësive e hapësirave për realizimin e kësaj lirie të drejtë të tyre. Po ashtu, Gështenja propozon 2 orë pushim çdo të premte për të mundësuar besimtarëve të shkojnë në xhami për faljen e së premtës, që njihet si namazi i xumas. Faleminderit, kryetare, të nderuar qytetarë, të nderuar kolegë. Do e nis sot fjalën time me qenë se jam dhe agjërueshëm dhe jemi në muajin e Ramazanit me një urim për gjithë besimtarët musliman, gëzuar muajin e Ramazanit, agjërim të lehtë dhe të pranuar. E nderuar zona kryetare, nisur nga shqetësimi i komunitetit me që jemi dhe në muajin e Ramazanit, komunitetit musliman, besimtarëve musliman, kam kohë që mendoj dhe besoj që ka ardhur koha për disa ndryshime në kodin e punës. Edhe pse legjislacioni shqiptar garanton lirinë e besimit dhe praktikimin e lirë të fesë si një drejtë themelore e çdo qytetari, kjo drejtë është e mbrojtur nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe ligjet përkatëse që rregullojnë marrëdhënien ndërmjet shtetit dhe komunitetet fetare. Mjafton të referohemi në nenit 24 të Kushtetutës, i cili garanton lirinë e ndërgjegjësisë dhe të fesë. Çdo person ka drejtë të zgjedhë, të ndryshojë ose të braktisë fenë e tij dhe ta shprehë besimin individualisht ose kolektivisht, në publik ose privatisht. Neni 18 po i Kushtetutës ndalon çdo diskriminim për arsye fetare dhe garanton barazinë të gjithë qytetarëve para ligjit. Ligji po ashtu, për liritë dhe drejtat themelore të njerëzit, shteti garanton të drejtën për të ushtruar fenë dhe për të ndërtuar objekte kulti. Pavarësisht se legjislacioni i shtetit shqiptar garanton lirinë e besimit dhe praktikimin e lirë të fesë, dhe kjo drejtë, siç thash, mbrohet nga Kushtetuta, legjislacioni bie ndesh me kodin e punës, lidhur me ditë e pushimit të përcaktuara me ligj dhe kushtëzon praktikantët e fesë muslimane të mos jenë të lirë të praktikojnë fenë e tyre, duke qenë të detyruar shpesh të jenë të obliguar të mos punojnë në institucione shtetërore apo private, pikërisht se nuk ka një nen apo ligj që të përcaktojë këtë të drejtë themelore të lirisë së individit. Të nderuar kolegë, feja islame ka disa shtylla të veçanta, do thoya, të cilat janë obligative për të qenë musliman, siç janë namazi në kohën e tij, prezantimi në xhami dhe falja e namazit të ditës xumas, apo mbulesa për femrat muslimane. Të gjitha elementet e sipërpërmendur nuk janë thjesht një shtojc që shërbejnë për të përmirësuar gjendjen e njeriu para Zotit, por janë element obligativ dhe kusht i panegociueshëm për të qenë musliman. Në fenë islame këto dispozita janë të paracaktuara me ajete kuranore në librin e shenjtë të muslimanëve, që është Kurani. Në Kuran, falja e namazit në kohën e tij dhe falja e namazit të xumas janë të përmendura në disa ajete. Duke bërë një sqarim për ata që nuk e kuptojnë, termat e vaktet namaze, sipas Islamit së paku 2 namaze, të cilat janë dreka dhe pasditja, është totalisht e pamundur të falen në kohën e tyre për njerëzit, besimtarët, praktikantët që punojnë në institucionet publike apo private. Lidhur me këtë shqetësim, do të propozoja në kodin e punës 2 ndryshime. Meqense kemi të bëjmë me ndryshime ligjore që janë kode, kërkohet dhe mbështetja e mazhorancës, pra kërkohet konsensi i 2 palëve. Ajo që kërkohet kryesorja është të krijohet mundësia për besimtarët musliman në institucionet shtetërore apo private, mundësia një ambienti, ashtu siç me ligj janë krijuar ambiente për të pirë cigare, pra në çdo institucion, po të shohësh edhe në vendet europiane, në aeroport apo në institucione tjera, ndodh një gjë e tillë, pra do duhet të përfshirë në kod që duhet një vend ku praktikantët kanë mundësi, besimtarët kanë mundësi të realizojnë, pra të falin këto namaze. Pra është një gjë krejtësisht e realizueshme në institucione shtetërore dhe publike. Dhe kjo rregullohet shumë mirë në kodin e punës, thjesht duke bërë një ndryshim në këtë kod. E dyta, lidhur me ditën e premte apo xhuma, që është për besimtarët musliman, do të propozoja që në kodin e punës të bëhet një ndryshim lidhur me
të paktën 2 orë për çdo besimtar praktikant, të jepet mundësia të jetë pushim ditën e xumë, të jetë pushim po i pagushëm. Pra të përfshihet në kodimin e punës si ndryshim dhe besoj që do të ishte shumë mirë dhe do i bënte shumë mirë për gjithë besimtarët, por do ishte një benefit pozitiv edhe për shoqërinë. Edhe pse në kodin e punës ka nevojë edhe për ndërhyrje të tjera, unë do thosha që mjaftojnë me këto 2 ndërhyrje dhe do të ishim lidhur me besimtarët musliman, do të ishte diçka shumë e mirë dhe shumë efikase. Ju falenderit dhe Zoti ju shpërbleft, nëse do bjem dakord për këto ndryshime. Faleminderit.